Januza ishte operuar në vitin 2009 nga skolioza me qëllimin e vetëm të përmirësohej, po në vend që ta rikuperonte veten, situata u bë edhe më keq, duke shkaktuar kështu dëmtim në boshtin kurrizor. Ai më tutje rrëfen edhe për paragjykimet që ka pranuar përgjatë këtyre viteve. Herë deri mos i kom përfunduar gjimnazin, kom qenë mirë, po kom pas një lloj deformimi skolioz, mbashkë kurrizor edhe normal s'kom lënë van po shkollë për kam thonë me u operu në Kroaci në atë formë gjithë më mirë edhe mas që po operacion ajo veç më ndiku negativisht. Faza më shku të ropa nga pak. Edhe vitin 2013, ku me ecë një 5 ditë tjera, mas nej nuk u mujt me lëviz. Vetën ju. Edhe u shku të vështirësu më shumë zjanë. Vitin 2019, më ka thonë një mjek në prezën me largu këto vitat që i kom pas vendosën bashkë kurrizor,